Jeni gati për adrenalin dhe pejzazhe të papërmbajtshme? Shqipëria, e fshehur mes Ballkanit dhe mes dheut, është një thesar i vërtet për ata që duan të eksplorojnë. Nga kthesat dramatike të maleve e deri te rrugët që puthin detin, ka udhëtime që ju lën pa frymë. Këto nuk janë thjesht rrugë, janë destinacione në vetvete. Sot numërojmë Top 10 rrugët më piktoreske shqiptare. Kapni timonin, ndizni motorin dhe le të fillojmë këtë aventurë epike. Në vendin e 10 kemi një rrugë të shkurtër, por tepër tërheqëse që lidh Korçën me fshatin malor të Dardhës. Këto 18 kilometra janë një udhëtim i vërtet, i cili fillon me një ngjitje të shpejtë dhe shndërrohet në një kalim të thellë në pyll. Rruga është e njohur për asfaltin e saj të mirë dhe kthesat e buta, të cilat të çojnë gradualisht në lartësi, duke ju larguar zhurmës së qytetit. Peizazhi është dinamik, në fillim ofron pamje panoramike mbi fushën e Korçës poshtë jush, përpara se të zhytet në pyje të dendura pishash dhe dushjesh. Kjo rrugë e gjelbër është një arratisje me makinë që shpërblen shoferin. Në dimër, këtu krijohet një peizazh i mrekullueshëm i mbuluar me dëbor, duke i bërë kthesat një sfidë të këndshme. Një rrugë e vogël, por e mbushur me freski, ajër të pastër dhe pamje tipike malore. Vazhdojmë në jug. Ky segment prej 29 kilometrash është një rrugë historike dhe piktoreske që ndjek shtratin e lumit Drino. Niset nga Tepelena, qyteti i lindjes së Ali Pashës, duke ju futur menjëherë në atmosferën e ashpër malore të jugut. Rruga karakterizohet nga prania e maleve të thepisura në të dy anët dhe lugina e Drinos që shtrihet poshtë. Gjatë rrugës do të kaloni pranë vendeve me rëndësi historike dhe natyrore. Kulmi i udhëtimit është afrimi me Gjirokastrën, qytetin e gurtë dhe pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Pamja e parë e kalas së Gjirokastrës që ngrihet madhështore mbi shtëpitë karakteristike të qytetit është thjesht mbreslënëse. Një shkurtore në kohë që lidh dy qendra historike të rëndësishme. Një udhëtim që ndërthur plazhin me historinë. Kjo rrugë e shkurtër 18 kilometra nis nga Saranda, mbretëresha e jugut, dhe ju çon drejt thesarit arkeologjik të Butrintit. Është një udhëtim i veçantë sepse udhëtoni mes dy ujërave, detit jon në njërin anë dhe liçenit të Butrintit në tjetrën. Gjatë këtij segmenti do të keni pamje mahnitëse të ishujve të Ksamilit dhe ujërave ngjyrë smeraldi. Kjo rrugë është e gjerë, shpesh e mbushur me diell dhe ju ofron mundësinë të ndaloni në plazhet e vogla dhe të fshehura. Pamja e rrugës ndryshon shpejt kur i afroheni destinacionit, duke u zhytur në gjelbërimin e dendur të parkut kombëtar. Ky udhëtim shërben si një kalim i shkurtër, por spektakolar nga larmia e Bregdetit modern në qetësinë e një vendi të trashëgimisë botërore. Në numrin 7, kthejmë drejtimin dhe nisemi nga pika kufitare e qafë Thanës drejt Pogradecit. Këto 23 kilometra janë një rrugë magjike buz liçenit, që nis me pamje të gjera malore dhe zbret drejt bregut të ujërave të Ohrit. Rruga karakterizohet nga kthesa të buta dhe të gjata që ndjekin vijën e bregut, duke ofruar një udhëtim të qetë dhe meditativ. Gjatë këtij udhëtimi, theksi vihet te bukuria e liçenit të Ohrit, një nga liçenet më të vjetër në Evropë. Ju do të kaloni pikërisht buz fshatit të mrekullueshëm të Linit. I vendosur në një gadishull të vogël, ky fshat tradicional shton një atmosferë historike peizazhit. Kjo është një rrugë ku mund të ndaloni lehtësisht për të shijuar peizazhin, për të fotografuar pamjet e mrekullueshme dhe për të marrë frymë thellë, larg autostradave të zhurmshme. Një udhëtim i përkryer për të gjithë dashamirët e panoramave ujore. Në numrin 6 kemi aksin e rëndësishëm që lidh Shqipërinë qendrore me lindjen, 61 kilometra nga Elbasani drejt qafë Thanës. Kjo rrugë ka një rëndësi historike si pjesë e Via Egnatia së lashtë. Për shumicën e këtij udhëtimi, rruga ndjek kthesat e lumin Shkumbin, i cili ka formuar një luginë të thellë dhe piktoreske. Udhëtimi ngjitet mes maleve të pyllëzuara, duke u shkëputur gradualisht nga lumi për të fituar lartësi. Peizazhi është një ndërthurje e gjelbërimit dhe e formacioneve shkëmbore, duke ofruar pamje të gjera të luginës. Rruga, me kthesat e saj, është një udhëtim i qetë që të çon në ajrin e pastër malor të qafës së Thanës. Ky segment është një dëshmi e bukurisë së brendshme të vendit dhe një arteri jetike e ndërtuar mes natyrës. Hapim peshën më të mirë me një nga udhëtimet më të qeta dhe më piktoreske në juglindje.
Këto 82 kilometra lidhin Korçën me Leskovikun, duke kaluar përmes qytetit të Ersekës, qendra e kolonjës. Ky është udhëtimi i fushave të gjera dhe i maleve të buta. Rruga karakterizohet nga segmente të gjata e të drejta që përshkojnë fushat, ndjekur nga kalimi mes maleve të pyllëzuara pranë kufirit. Ky itinerar ofron një pamje autentike të Shqipërisë rurale, me ajër të pastër dhe qetësi të pashoq. Peizazhet janë të mëdha, shpesh të mbuluara nga barrat e larta dhe gjelbërimi që ndryshon sipas stinëve. Është një rrugë më pak e frekuentuar, ideale për ata që kërkojnë të largohen nga turma dhe të shijojnë bukurinë e pafundme të horizontit të kolonjës. Në vendin e katërt kemi një udhëtim të gjatë dhe tepër dinamik që shtrihet në 90 kilometra, duke lidhur Tepelenën me Leskovikun. Kjo rrugë është një him vizual ndaj natyrës së egër dhe ndjek me besnikëri rrjedhën e lumit Vjos. Për pjesën më të madhe të udhëtimit, rruga është e pandashme nga ky lum i egër i Evropës. Ajo kalon përmes ngushticave të Grykës të Këlcyrës. Rrugëtimi ndjehet vërtet i jetshëm dhe jeni pranë shkëmbimeve gjigant dhe lumit. Më pas, ndërsa afroheni përmetit, lugina zgjerohet dhe lumi shoqërohet nga gjelbërimi. Gjatë gjithë kohës, keni në krahun tuaj madhështinë e malit të Nemërçkës, i cili ngrihet si një sfond shkëmbor. Ky segment tregon fuqinë e natyrës shqiptare, ku rruga është gërryer mes shkëmbimeve, duke ju dhënë një pamje të pandërprerë të Vjosës së Kristal. Një udhëtim thellë në zemër të natyrës. Top Treshën e hapim me një rrugë që të çon në zemër të mrekullisë së veriut. Këto 76 kilometra nga Shkodra drejt Thethit janë një aventurë inxhinierike dhe natyrore e domosdoshme. Kjo rrugë është e famshme për ngjitjen e saj dramatike dhe kthesat e panumërta, që të shpjegojnë gjithnjë e më thellë në Alpet shqiptare. Pika kulmore absolute është kalimi i qafës së Thorës. Këtu, rruga ngjitet në lartësinë rreth 1700 metra dhe shpalos një pamje epike mbi majat e thepisura. Është një udhëtim ku ndjen forcën e malit, ndërsa peizazhi kalon nga kodrat e buta në pyje të dendura dhe shkëmbim të thepisur. Pas kalimit të qafës së Thorës, rruga zbret duke u futur në luginën e Thethit, një udhëtim që nuk është thjesht një kalim, por një eksperiencë e pastër alpine me makinë. Në vendin e dytë kemi 19 kilometrat më dramatike në të gjithë Shqipërinë. Kjo rrugë është legjenda e Bregdetit. Por përpara zbritjes, vlen të theksohet ngjitja në parkun kombëtar të Llogaras. Ky segment fillon me një udhëtim të mrekullueshëm mes pyjeve të dëndura me pisha dhe gjelbërim të freskët. Rruga bëhet një tunel natyror, i mbushur me ajër malor. Kur arrini në qafën e Llogaras, gjithçka ndryshon. Mali i Qorres takon detin jon në mënyrën më spektakolare. Zbritja e shkurtër drejt Dërmiut ofron atë pamje të famshme. Deti jon si pikturë, Bregdeti shqiptar i shpalosur poshtë teje me kthesa të theksuara që ofrojnë pamje panoramike mbi fshatin e Dërmiut dhe gjirin e palasës. Ky udhëtim është një shpërblim i dy fisht, qetësia malore e ndjekur nga adrenalina e Bregdetit. Dhe në vendin e parë, rruga që e ka fituar vendin e saj si udhëtimi më piktoresk dhe magjik në Shqipëri, rruga Tropoj-Valbon. Për 25 kilometra, ju jeni të zhytur në bukurinë e paprekur të parkut kombëtar të luginës së Valbonës. Kjo rrugë ndjek lumin e Valbonës, një ujë i akull dhe i kristalt, i njohur për ngjyrën e tij të veçantë. Rruga është e rrethuar nga majat e larta dhe të thepisura, shpesh të mbuluara me dëbor edhe në verë. Kaloni në përfshatra të qetë malor ku mikpritja është e traditës. Ky është destinacioni përfundimtar për ata që duan të ndjejnë madhështinë e natyrës. Këtu, ndjesia është se koha ka ndaluar. Një rrugë që të bën të ndjehesh i vogël përballë bukurisë së pakufishme të Alpeve. Pra, këto janë 10 nga rrugët më mahnitëse që mund të gjeni në Shqipëri. Nga qafa e Thorës e mbuluar me shkëmbinj te adrenalina e Llogaras. Të gjitha vendodhjet dhe kilometrat i keni të renditura në përshkrimin më poshtë, nëse doni të bëni udhëtimin tuaj. Sigurisht, ka shumë rrugë të tjera që meritojnë të jenë në këtë listë. Cila rrugë piktoreske shqiptare mungon sipas jush? Lëreni përgjigjen tuaj në komente. Mos harroni të bëni like nëse e pëlqyet këtë video dhe subscribe në kanalin ton për më shumë lista epike. Deri herën tjetër, vozitje të sigurt.